Qehja e mallit dhe monopoli. E merr qytetari mallin e fshatarit, e fshif, e lën një kohë, një periudhë, a bëjnë të na qështë? Po vëllazni. Shkon e merr këtë mallin, edhe e lën një ditë, 2-3 s'ka. Nuk ka vaj, nuk ka sheqer, nuk ka miell. Mas 3-4 dite, 5 dite, ku e diun e një javë, veç e merr çmimin edhe shton 50% më shumë apo 100% më shumë. Kjo ndalohet. Se malli është prezent o vëlla. A i zunën kohën e pandemisë, punën e disa hipermarkete, s'po du mi cek me emna. I mshefën. Vajnë e mshefën. Vezët. Millin e kanë mshef. Dilshen ata kryesorët e millit, o thëshin, kemi millna. Kemi millna për 2 vjetë, thëshin. Ndërsa dilshet ti në për hipermarkete, s'ka mill, theke. E qësh është kjo punë? Kjo është mshefja mallit. Me mshef mallin, mja u fut në palc njerëzve frikën, që metëm pa bukna, edhe kur të vinë mas 3 dite, hygjëm me marë, po me një qmim, shumë më të nalt, edhe që famë, shkën shqiptarët mas të i morin tutën, se thëtë bovaki nuk ka më prapë. Kjo është e ndalume në islam.